Mirë se erdhët. Sot do t'i hedhim një sy një histori interesante, një rrëfimi për dy strategji marketingu, krejtësisht të kundërta. Do të shohim se si këto dy rrugë mund të përcaktojnë fatin e një biznesi, dhe për ta bërë këtë, do të përdorim një shembull nga jeta e përditshme, për të parë pse njëra strategji shpesh çon në dështim, ndërsa tjetra në sukses të qëndrueshëm. E po, kjo është pyetja kryesore apo jo? Në një treg të stërmbushur me konkurrencë, ku të gjithë luftojnë për vëmendje, çfarë bën diferencën? Pse disa biznese duket se lulëzojnë pa mundim, ndërsa të tjerët mezia dalin? E dini çfarë? Përgjigjja, çuditërisht, nuk fshihet gjithmonë te produkti, por te filozofia që qëndron pas tij. Dhe për ta kuptuar këtë, le të marrim një rast konkret. Ky është Sevens, një fast food që punon 24 orë në 7 ditë të javës, i vendosur në një pikë kyçe të qytetit, ku lëvizja nuk ndalet kurrë. Ky biznes do të jetë, le të themi, laboratori ynë perfekt për të parë se si strategjitë e ndryshme funksionojnë ose dështojnë në botën reale. Atëherë, le të nisim me rrugën e parë, atë që e quajmë kurthi ndërtimit. Kjo është një qasje jashtëzakonisht e zakonshme, sidomos për bizneset e reja. Logjika në pamje të parë duket e pathyeshme. Unë kam një produkt të mirë, mjafton ta ndërtoj, ta nxjerr në treg dhe klientët thjesht do të vinë. Por a është vërtet kaq e thjeshtë? Siç do ta shohim, ky është një kurth shumë i rrezikshëm. Pra, çfarë do të thotë kjo qasje nga brenda jashtë? E po, e gjithë logjika nis nga vetë biznesi. Menaxheri fokusohet te gjërat që ai njeh. Menuja, çmimet, dizajni i ambientit. Dhe vetëm në fund të gjithë këtij procesi bën pyetjen, "Okej, tani kujt mund t'ia shesim këtë?" Ktu, marketingu nuk është strategji. Është thjesht një megafon për të bërtitur sa më fort për produktin që tashmë është krijuar. Hapat në letër duken fare normal. Krijo menun, zakonisht bazuar në shijet e pronarit, vendos çmimet, shpesh duke parë konkurrentët ose thjesht me intuit. Lësho disa reklama për të tërhequr vëmendje. Dhe pastaj pritet. Problemi kryesor, e gjithë kjo kështjell është ndërtuar pa themele, pa asnjë të dhëna reale se çfarë dëshiron tregu. Dhe ja ku vjen iluzioni i suksesit. Në fillim duket se funksionon. Vendodhja e mirë, reklamat dhe kurioziteti i natyrshëm sjellin klientët e parë. Por kjo është vetëm zhurmë afat-shkurtër. Problemi i madh i fshehur është se biznesi nuk po ndërton asnjë lidhje të vërtet, sepse nuk e ka iden se kush janë këta klient apo çfarë duan ata vërtet. Dhe pashmangshmërisht fillojnë pikë pyetjet e mëdha. Pse klientët nuk po kthehen? Pse ai sanduiçi special që ne menduam se ishte genial nuk po shitet? Këto pyetje mbeten pa përgjigje sepse menaxheri po kërkon problemin te produkti, ku në fakt problemi vërtet qëndron te strategjia, krejtësisht e gabuar. Tani, le të eksplorojmë rrugën e dytë. Le të flasim për kthesën e madhe. Ky është një ndryshim themelor i filozofisë, ku e gjithë loja përmbyset. Në vend që të nisemi nga brenda, nga produkti, ne fillojmë nga jashtë, me elementin më të rëndësishëm të gjithë ekuacionit, klientin. Dhe s'ka mënyrë më të mirë për ta përmbledhur këtë filozofi se sa me fjalët e legjendës, Peter Drucker. Qëllimi është të kuptosh klientin aq mirë sa produkti të shitet vet. Pra, ideja është revolucionare. Marketingu i mirë nuk ka të bëjë me bindjen e njerëzve, por me krijimin e diçkaje që njerëzit e duan aq shumë, sa shitja bëhet thjesht një formalitet. Dhe kjo qasje e re nis me pyetja, jo me përgjigje. Janë 3 pyetje strategjike. Së pari, kush është klienti ynë? Jo si një masë pa formë, por si grupe të ndryshme njerëzish. Së dyti, çfarë vlerësojnë ata vërtet? Shpejtësinë, çmimin, cilësinë, eksperiencën? Dhe së treti, pyetje e $1.000.000. Si mund t'u ofrojmë këtë vlerë më mirë se kushdo tjetër? Dhe ja çfarë zbulojmë kur bëjmë pyetjen e parë. Klientela e Sevens nuk është një turm pa fytyrë. Aty ka studentë që duan ushqim të lirë dhe të shpejt, profesionistë të rinj që vlerësojnë shpejtësinë mes takimeve, turistë që kërkojnë diçka lokale dhe punonjës të turnit të natës që kanë nevoja krejtësisht unike. Ti trajtosh të gjithë njësoj. Ky është gabimi fatal. Por, okay, të identifikosh segmentet është vetëm hapi i parë. Tani duhet të gërmojmë edhe më thellë. Duhet të arrijmë te thelbi i vlerës. Çfarë blen njerëzit vërtet kur hyjnë te Sevens? Një gjë është e sigurt, nuk është thjesht një sanduiç. Këtu kemi 4 dimensione të vlerës. E para, funksionale. A e kryen punën? A është ushqimi i shijshëm dhe i shpejtë? E dyta,
monetare, a ja vlen çmimi? E treta, sociale, a është ky një vend ku mund të rri me miqt? Dhe e katërta, psikologjike, a më jep kjo ndjesinë e rehatisë dhe besimit? Një menaxher i zgjuar nuk shet thjesht ushqim, ai menaxhon të katërta këto vlera. Dhe vetëm tani, vetëm pasi kemi kuptuar klientin dhe vlerën që ai kërkon, vetëm atëherë mund të flasim për inovacion. Jo inovacion të rastësishëm, por inovacion të drejtuar që ka një qëllim të qartë dhe zgjidh një problem real. Shikoni pak ndryshimin. Inovacioni i shkëputur, në të majt, është si të gjuash shigjeta në errësirë. Është të shtosh një salcë të re thjesht sepse të duket ide e mirë. Nga ana tjetër, inovacioni i drejtuar nga klienti lind nga marketingu. Është të shtosh një opsion vegan jo sepse është në modë, por sepse të dhënat tregojnë që një segment kyç i klientelës tënde e kërkon atë. Me këtë filozofi të re, edhe 4 P klasike të marketingut marrin një kuptim krejt të ri, shumë më të fuqishëm. Produkti nuk është më vetëm ushqimi, është e gjithë eksperienca. Çmimi nuk është vetëm një numër, është një mjet për të komunikuar vlerën. Vendi nuk është thjesht një adresë, është një avantazh strategjik dhe promovimi transformohet nga një monolog në një dialog të vazhdueshëm. Dhe në botën e sotme, kjo sinergji është jetike. Imagjinoni pak, tabela e ndriçuar jashtë e sjell klientin brenda për herë të parë, por janë vlerësimet pozitive online, fotot në Instagram dhe komentet në rrjetet sociale, ato që e bën atë të kthehet prap, dhe akoma më e rëndësishme, të sjell edhe miqtë e tij. Bota fizike dhe ajo digjitale duhet të punojnë së bashku në harmoni të plotë. Pra, ku na çon e gjithë kjo histori? Cili është mësimi kryesor nga kjo përballje mes dy strategjive kaq të ndryshme? Teksa i afrohemi fundit, bëhet e qartë se gjithçka sillet rreth një boshti të vetëm, një pikë qendrore. Le ti përmbledhim mësimet në 3 rregulla të arta. Rregulli numër 1: filloj gjithmonë me klientin, jo me produktin. Rregulli numër 2: inovacioni i vërtet nuk është thjesht diçka e re, por diçka që zgjidh një problem real. Dhe rregulli numër 3: mos u përpiqni të shizni produkte, përpiquni të ofroni atë që njerëzit e vlerësojnë në vërtet. Dhe kjo na lë me një pyetje thelbësore, një pyetje që çdo pronar biznesi, çdo menaxher duhet ja bëj vetes çdo ditë. Po klienti im, çfarë vlerëson me të vërtet? Përtej produktit në raft apo në menu, cila është vlera e vërtet që unë po ofroj? Përgjigjja e kësaj pyetjeje është sekreti për të kaluar nga thjesht mbijetesa te lutëzimi vërtet. Faleminderit.